Përshëndetje të dashur teleshikues, po takohemi në edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Dita e sotme është afati fundit i dorëzimit të listave me ekipet me të cilat partitë politike do të garojnë në 11 maj për përbërjen e parlamentit të ri. Ka paqartësi për pjesëmarrje në garë të kryeministrit Edi Rama, pasi ai ka lënë të hapur mundësinë që edhe mund të mos jetë pjesë e listave. Dita e sotme është afati i fundit i dorëzimit të listave me ekipet me të cilat partitë politike do të garojnë më 11 maj për përbërjen e parlamentit të ri. Partia Demokratike do të mbajë 2 mbledhje të rëndësishme sot, me kryesinë e PD-s në orën 16 dhe me Këshillin Kombëtar në orën 19, ku do të shqyrtohen çështje të rëndësishme që lidhen me përzgjedhjen e kandidatëve për deputet për zgjedhjet dhe strategjinë e fushatës elektorale. Pritet që pas diskutimeve të shpallen emrat e kandidatëve që do të përfaqësojnë PD-n në zonat zgjedhore në gjithë vendin. Këto mbledhje do të jenë një mundësi për anëtarët e kryesisë dhe të Këshillit Kombëtar të diskutojnë dhe miratojnë listat e kandidatëve, të cilët do të paraqiten për votim dhe do të udhëhiqen nga Partia Demokratike në këtë proces elektoral. Ndërkohë edhe Partia Socialiste do të mbledh kryesinë, ku do të vulosen emrat që do të përzgjidhen nga listat paraprake të dorëzuara nga drejtuesit politik. Ka paqartësi për pjesëmarrje në garë të kryeministrit Edi Rama, pasi ai ka lënë të hapur mundësinë që edhe mund të mos jetë pjesë e listave. Sipas Ramës, lista do të jenë një ndërthurje e eksperiencës së të vjetërve dhe energjisë së të rinjve që do të çojë në krijimin e një ekipi fitues për Partinë Socialiste më 11 maj. Ai paralajmëroi se të gjithë deputetët, përveç drejtuesve politik, do të jenë në listë të hapur. Sa i përket listës së mbyllur, kryeministri deklaroi se do të takojë grave të rinjve dhe të rejave. Sëmundjet renale në Fier janë rritur ndjeshëm. Statistikat flasin për 1200 pacientë të kartelizuar gjatë vitit 2024, nga të cilët 75 ka nevojë për transplant renal. Sëmundjet renale në Fier janë rritur ndjeshëm. Statistikat flasin për 1200 pacientë të kartelizuar gjatë vitit 2024, nga të cilët 75 ka nevojë për transplant renal, ndërkohë që 120 prej tyre trajtohen me hemodializë. Sipas nefrologes në Spitalin Rajonal Fier, shpresa stase, grup mosha më e prekur është mbi 60 vjeç, kryesisht të sëmur kardiak, diabetik apo të prekurit nga infeksionet e traktit urinar. Kemi një rritje të madhe të numrit të sëmurëve me veshka. Nga shkaqet kryesore që shikojmë më tepër, kemi të sëmurët me sëmundje zemre, diabetikët, hipertensioni dhe infeksionet urinare. Ndërshkaqet që çojnë në keq funksionimin e veshkave, rënditen jeta sedentare, keq ushqyerja, përdorimi i alkoolit e të tjerë. Ka pohuar mjekja nefrologe, teksa ka theksuar se depistimi është tepër i rëndësishëm për ta kapur sëmundjen në fazën fillestare. Në rrethin e Fierit ka një rritje gjatë këtij viti dhe kjo ditë ndërgjegjësimi synon kapje në kohë të sëmundjes renale dhe mjekimin në rregull. Gjithashtu, parandalimi që synon në një dietë të shëndetshme, marrjen e ujit dhe mbrojtjen nga infeksione. Nga statistikat tona në rrethin e Fierit, ka rreth 1200 të sëmur me sëmundje renale kronike stadi 3 deri në 5. Nga këta janë 75 me transplant renal dhe rreth 120 me hemodializë. Në moshën mbi 40 vjeç, çdo person bën një ulje të filtrit të glomerular me 1%. Prandaj duhet depistimi, sidomos në këtë grup moshash mbi 50 vjeç, check-up të rregullta në mjekun e familjes që të kapen sa më herët dhe të mjekohen në kohë. Për arsye se sëmundjet renale nuk kanë simptoma shumë të shprehura dhe në vendet më të zhvilluara ndodh që kapen në stadet e fundit të sëmundjes renale dhe si shmanget kjo vetëm nëpërmjet depistime dhe analiza që bëhen te shërbimi parësor. Nuk ka simptoma që i smuri ta kuptoj që është i smur me veshka nëse s'bën analiza. Teksa ka theksuar se numri të prekurve nga sëmundjet renale për gjatë vitit 2024 arriti në 1200, stase ka përcjell mesazhin e kujdesit ndaj sëmundjeve të veshkave, edhe nëpërmjet një diete ushqimore. Muaji mars shënon dhe muajin e ndërgjegjësimit të shëndetit të veshkave, nisur nga rëndësia që menaxhimi i kësaj sëmundje ka për cilësinë e jetës. Ndërkohë që sipas studimeve të fundit, deri në vitin 2040 parashikohet që kjo sëmundje të jetë shkaku i 5 kryesor i vdekjeve në botë.
Më 13 mars, TikTok do të mbyllet në të gjithë territorin shqiptar për një periudhë një vjeçare. Sot është afati i fundit që qytetarët shqiptar kanë të drejtë të kenë akses në këtë aplikacion. Më 13 mars, TikTok do të mbyllet në të gjithë territorin shqiptar për një periudhë një vjeçare. Sot është afati i fundit që qytetarët shqiptar kanë të drejtë të kenë akses në këtë aplikacion. Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, AKEP, ka kërkuar zyrtarisht mbylljen e aksesit të TikTok në Shqipëri. Kjo masë është marrë pas një urdhri nga Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike. Në një email të dërguar të gjitha subjekteve, ofruesve të shërbimit të internetit, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare ka kërkuar që të bllokojnë aksesin në TikTok deri më 13 mars. Secili sipërmarrës duhet të paraqesë konfirmim me shkrim në Autoritetin e Komunikimeve Elektronike dhe Postare dhe për dijeni të Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike për mbylljen e aksesit të IP-ve dhe domejnëve të cituar në shkresën e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike brenda datës 13 mars 2025. Të njëjtën u miratua vendimi nga qeveria për mbylljen e aplikacionit TikTok pas një serie të gjerë konsultimesh me 65.000 prindër të pyetur në 1300 takime. Gjatë këtij viti do të bëhet përmirësimi i filtrave, moshës së aksesit, kontrollit prindëror dhe filtrave të domosdoshëm lidhur me të gjitha aspektet e komunikimit në gjuhën shqipe. Me këto filtra do të parandalohet dhe promovimi i sjelljeve që janë të padëshiruara. Komisioni Parlamentar për Politikën e Jashtme miratoi marrëveshjen e HUAS me Fondin e Zhvillimit të Abu Dhabit, që i hap rrugë zbatimit të projektit Smart City, $118.5 milion për instalimin e radarëve dhe kamerave në rrugë. Projekti Smart City synon rritjen e sigurisë rrugore dhe asaj publike përmes inteligjencës artificiale dhe instalimit të kamerave në rrugë, radarëve, kamerave të trupit për policët dhe sensor të zhurmave. Kështu u shpreh zëvendës ministri i Brendshëm Besfort Lamallari gjatë paraqitjes në Komisionin për Politikën e Jashtme të projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes së HUAS ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Fondit për Zhvillim të Abu Dhabit për financimin e projektit Sistemi i kamerave nën administrimin e Policisë së Shtetit Smart City. Kemi një koncept të zgjeruar të sigurisë publike, duke përfshirë shtrije të elementeve më të sofistikuar të teknologjisë, duke përfshirë këtu dhe përdorimin e inteligjencës artificiale, përmes instalimit të kamerave, të radarëve, të sensorëve të zhurmave, të kamerave të trupit, përfshirë këtu si në rrugët në akset rrugore kryesore kombëtare, të cilat janë në kontrollin e policisë shtetit, por gjithashtu edhe në mjedise me rëndësi pra dhe me ekspozim të lartë publik. Sipas zëvendësministrit të Brendshëm, ky është një lajm i mirë për stafet mësimore, komunitetin e prindërve, studentët dhe nxënësit që do të përfitojnë nga shtimi i kamerave dhe informacionit inteligjent që grumbullohet fal Smart City, qytetit të zgjuar dhe do të përdoret për herë të parë në vendin tonë. Projekti do të përfshijë një fazë zbatimi për 12 muajsh, dhe është pjesë e marrëveshjes ka qenë dhe sigurimi një fazë funksionimi dhe mirëmbajtje për një periudhë 48 mujore. Unë mendoj që kjo është vërtet jo vetëm një rëndësi, por është një rëndësi të jashtëzakonshme për vendin tonë, për sigurinë rrugore dhe atë publike. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të martën në Prishtinë se dekadat e paqes së arritur me vështirësi nuk duhet të rrezikohen. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha të martën në Prishtinë se Aleanca Ushtarake Perëndimore është e përkushtuar për sigurinë në Kosovë dhe qëndrueshmërinë në rajon, ndërsa theksoi se bisedimet Kosovë-Serbi janë e vetmja mënyrë për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Ai bëri këto komente gjatë vizitës në Kosovë, përgjatë së cilës u takua me udhëheqësit vendas dhe trupat paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja, që janë misioni më i madh dhe më afatgjatë i Aleancës. Aktualisht, rreth 4.600 trupa të NATO-s kujdesen për sigurinë në Kosovë. Në mesin e tyre, rreth 600 trupa janë nga Shtetet e Bashkuara. Sekretari Rutte tha se një rajon i sigurt i Ballkanit nënkupton më shumë siguri gjithandej zonës euroatlantike. Dekadat e paqes së arritur me vështirësi nuk duhet të rrezikohen. KFOR-i është plotësisht i gatshëm për të përballur me çfarëdo zhvillimi që ka të bëjë me sigurinë. Në këtë kuadër ne presim të vazhdojmë bashkëpunimin ndërmjet Prishtinës dhe KFOR-it në pajtim me përkushtimin prej dekadash, tha zoti Rutte, duke nënvizuar se qëndrueshmëria e rajonit varet nga të gjitha palët që duhet të zgjedhin diplomacinë në vend të dhunës.
Zgjidhja për paqe afatgjatë është politike, tha Rudd, duke theksuar se NATO-ja do të vazhdojë të mbështesë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës të udhëhequr nga Bashkimi Evropian. Kjo, tha ai, është rruga e vetme për të zgjidhur çështjet e hapura dhe për të siguruar një të ardhme të qëndrueshme dhe respektimin e të drejtave të gjitha komuniteteve. Për ta çuar këtë dialog përpara, të dyja palët duhet të tregojnë fleksibilitet, të bëjnë kompromiset e nevojshme dhe të përqendrohen në përfitimet afatgjatë, tha ai. Normalizimi sjell më shumë qëndrueshmëri dhe siguri për mbar rajonin, tha sekretari Rudd, i cili arriti në Prishtinë pas një vizite në Bosnjë, mes një periudhë tensionesh pasi Republika Serbe miratoi ligje që ndalojnë gjyqësorin dhe policinë shtetërore të Bosnjës të veprojnë në territorin e atij entiteti. Kualifikohen Barcelona, Inter dhe Bayern për plasjen në çerekfinalen e Champions. Paris Saint-Germain përmbys dhe çon në ferr Liverpoolin. Janë mësuar disa nga skuadrat çerekfinaliste të Champions League. Paris Saint-Germain përmbys humbjen 1-0 ndaj Liverpool në ndeshjen e parë. Parisienët fituan 1-0 me gol të Dembele në kohën e rregullt. Koha shtesë nuk prodhoi gol, ndërsa nga pika e bardhë më të saktë u treguan kampionët e Francës. Inter ka fituar pa shumë probleme 2-1 ndaj Feyenoord në San Siro dhe është kualifikuar për në çerekfinale me rezultatin total të 2 ndeshjeve 4-1. Zikaltrit gjetën golin pas 7 minutash lojë. Ishte Marcus Thuram që bëri vetë gjithçka bukur dhe shënoi një gol vërtet fantastik. Holandezët barazuan shifrat në minutën e 42 me Moder nga pika e bardhë e penalltis, e fituar nga vetë ai pasi u desh edhe ndërhyrja e VAR. Pjesa e parë u mbyll 1-1. Në minutën e 50 Taremi pengohet brenda zonës penallti për Interin. Hakan Çalhanoğlu u tregua i sakt nga 11 metrat duke kaluar Interin në avantazh 2-1. Vlen për të përmendur që në këtë takim pati dhe disa minuta në dispozicion për Aslanin. 2 minuta pasi u fut në fush, mesfushori shqiptar u ndëshkua me karton të verdhë për faull ndaj kundërshtarit dhe do të mungojë në ndeshjen e parë në çerekfinale ndaj Bayernit. Në sfidën tjetër të luajtur në Bay Arena, Leverkusen u mund edhe këtë herë nga Bayern me shifrat 0-2. Pjesa e parë u mbyll në barazim pa gola. Rezultati u zhbllokua në minutën e 51. Joshua Kimmich asiston direkt nga goditja e dënimit. Harry Kane përfiton nga përgjumja e mbrojtjes vendase dhe dërgon topin në rrjet. Goli i dytë për bavarezët u shënua në minutën e 70 nga Alphonso Davies pas asistit shumë të bukur të Kane. Bayern Munich fiton përfundimisht 0-2, ndërsa në total 0-5. Bavarezët do të ndeshen me Interin në çerek finale. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.